Po që Bashkimi Evropian, kur ti nuk merr të drejtën këtu, ku kryeministri kontrollon gjithë shka, edhe sistemin e drejtësisë e kontrollon në mënyrën më perfekte të mundshme. Po tani o e kontrollon ose kontrollon? E kontrollon. Po ty hysh mënyrën se si hoqi, ja. Pra në shumë se Rama e kontrollon sistemin e drejtësisë në Shqipëri, kushdo që shkon në SPAK është me urdhër të Ramës? Unë nuk e thash të, se kushdo që shkon në SPAK. Por, këdo e di Rama të qojë në SPAK, e qonë. Kjo është absolutisht e pa diskutueshme. Me këto nëse mund të them diçka që jemi dhe i formë bashkëbisedim. Sepse po patjetër, se më falë që ta mbaroj, po vetingun. Në vetvete. Në vetvete. Që thatë për zotrin, do të thënë edhe vetë procesi vetingun në vetvete ka qenë një anshëm, do të thënë. Absolutisht janë bërë me regji. Ja po ja shpjegoj. Vetëm një sekondë. Foli kryetari i gjykatës lartë, tha po standardet 2 fishe. Flasi një kryetar, flasi kryetari i gjykatës lartë, thot standardet 2 fishe. I bi SPAK-u duhet kishte fillu hetimin. Pra ti ke çu një person në shtëpi për njëjtin fakte. Kush janë këto raste duhet të evidentohet. Ajo është një vetingu është një po them që në momentet e para në filozofinë e Edi Ramës, para se më ardhë në pushtet, ka qenë për të kapë sistemin e drejtësisë. Dhe krijoi këto procedura bashkë me Sorosin për të hequr njerëzit të cilët ka menduar që nuk i ka me vete,